Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kur më nuk do të vuani nga dhimbjet e shpinës, ju duhen vetëm 2 përbërës dhe do befasoheni. Masazh me vajra. Për këtë mund të përdorni vaj susami ose arë kokosi. Mund të fusni në vaj disa pika nga esenca ose vajra terapeutik të një cilësie të lartë si livando. Në fillim, përqëndroni në kyçet e trupit në ato më kryesoret. Mund të filloni duke fërkuar lehtë me vaj zonën e qafës, shpatullat, bëryllat dhe parakrahët. Më pas vazhdoni duke u zhvendosur në fund shpinë, gjunjë dhe themra. Provoni terapinë e ftohjes dhe ngrohjes. Alternoni terapit për 20 minuta. Për terapinë e ftohjes mund të përdorni kubik akulli të vendosur në peshqir. Kërkojeni një pjesëtari të familjes t'ju masazhojë shpinën me alkol. Para se të nisni masazhin, pastroni lëkurën fillimisht dhe më pas spërkatni pak alkol dhe filloni të masazhoni me kujdes lëkurën. Zgjini 1 litër ujë me 1/4 litër uthull molle dhe shtoni 2 lugë gjelle rozmarin. Lëreni të ftohet pak dhe pastaj merrni një peshqir të pastër. E njomni tek përzierja dhe aplikojeni në pjesët ku ju keni dhimbje. Provoni të flini në pozicionin e fetusit, duke vendosur një jastëk mes së gjunjëve. Nëse flini me shpinë, vendosni një jastëk poshtë gjunjëve. Keni dhimbje në kurriz, shpinë, madje në këmbë, të cilat kryesisht shkaktohen nga ulja e tepërt ose punët e rënda fizike, mos u shqetësoni, ekziston një zgjidhje krejtësisht natyrale për problemin tuaj. Vetëm për disa ditë të konsumimit të këtij ilaçi, do të ndjeni ndryshime të lehta pozitive dhe pas 2 muajve shërim të plot. Provojeni këtë recetë natyrale dhe nuk do ta njihni më shpinën tuaj, për shkak se zgjidhja në fakt është shumë e thjeshtë dhe në dispozicion. Në qoftë se dëshironi t'i harroni dhimbjet e shpinës për çdo mbrëmje para fjetjes, në kohë zgjatje prej 1 deri në 2 muaj, duhet të konsumoni 1 fik të tharë, 1 kajsi të tharë, 5 kumbulla të thara. Këto pemë përmbajnë substanca të cilat shkaktojnë rigjenerimin e indit që gjendet mes ruazave të kurrizit. Në këtë mënyrë, ato bëhen edhe më të forta. Secila pemë veçanërisht përmban elemente dhe substanca të caktuara, ndërsa përzierja e tyre ofron një ilaç të shkëlqyeshëm, natyral, i cili është jashtëzakonisht efikas kundër dhimbjeve në kurriz. Është shumë i dobishëm si për meshkuj, ashtu edhe për femrat. Ndërkohë, ju duhet të keni parasysh se dhimbjet e shpinës janë një ndër problemet shëndetësore që po prekin një numër të madh të popullsisë. Receta natyrale që ne do t'ju paraqesim në këtë video thuhet se është shumë efektive në lehtësimin e dhimbjeve të kyçeve dhe të gjymtyrve. Përbërësi kryesor i kësaj recete është gjelatina. Ajo përmban 2 lloje aminoacidesh, prolin dhe hidrospirolin, të cilat janë shumë të dobishme për shëndetin e indit lidhor. Gjelatina u jep forcën yjeve dhe muskujve të zemrës, përmirëson metabolizmin dhe shëndetin e lëkurës. Përbërësit janë 150 gram gjelatinë organike e ngrënshme dhe 500 ml ujë i ftohtë. Metoda e përgatitjes: hidhni gjelatinën në 500 ml ujë të ftohtë dhe më pas përzijeni mirë. Mbulojeni gotën dhe mbajini në frigorifer gjatë gjithë natës. Gjelatina gjatë kësaj kohe do të formojë një pelte. Përdorimi: pijeni këtë ilaç natyral të nesërmen në mëngjes me stomakun bosh. Kësaj përzierje mund t'i shtoni 1 lugë mjaltë për ta rregulluar shijen. Kjo metodë redukton në dhimbje në vetëm 7 ditë. Trajtimi duhet të zgjasë për 1 muaj dhe mund të ripërsëritet pas 6 muajve. Të paktën 80% e njerëzve e kanë provuar një herë në jetë dhimbjen e mesit me të gjithë intensitetin e saj. Dhimbja e mesit dhe e shpinës është një shenjë paralajmëruese.
për anomali të shtyllës kurrizore dhe shpesh vjen si pasojë e qëndrimit jo të rregullt të trupit. Në ditët e sotme, shumica e trajtimeve për dhimbjet e mesit dhe të shpinës kanë të bëjnë me medikamente siç është aspirina ose qetësuesit e ngjashëm, por disa syresh janë shumë më të rënda dhe kanë efekte anësore. Fillimi i trajtimit të këtyre dhimbjeve nis fillimisht duke identifikuar shkakun. Shkaqet më kryesore të dhimbjes së mesit kanë të bëjnë pikërisht me mungesën e aktivitetit fizik, kontraktime muskulare dhe gjithashtu qëndrimin jo të rregullt të trupit. Nga ana tjetër, ju duhet të dini se mund të kemi të bëjmë me këpucët jo të përshtatshme, artritin, shtatzanin, obezitetin, stresi emocional, thjetja në dyshekjo cilësor dhe konstipacioni. Ushqimet më të mira për dhimbjen e mesit. Nëse dëshironi që të hiqni qafe dhimbjen e mesit dhe të parandaloni shfaqjen e tij në të ardhmen e afërt, atëherë ushqyerja e shëndetshme është shumë e rëndësishme. Ne këtu ju sugjerojmë që ju të konsumoni produkte natyrale dhe të shëndetshme për të paksuar apo për të zhdukur plotësisht dhimbjen e mesit. Si fillim, ushqime të cilat janë të pasura me shumë fibër. Konstipacioni mundet që të përshkallëzojë dhimbjen e mesit, ndaj ju duhet që të konsumoni shumë fruta, perime dhe drithra të cilat janë njëkohësisht të pasura me fibër, siç janë mjedra, dardha, molla, makaronat, dritrat e plot, fasulet e zeza, elbi dhe brokoli. Ujë. Dehidratimi shton në dhimbjen e mesit, ndaj ju duhet që ta shmangni atë me çdo kusht duke pirë të paktën 8 gota me ujë në ditë. Ushqimet e pasura me kalium. Kaliumi arrin që të zvogëlojë ëndjet, ndaj ju duhet të konsumoni perime, barishte, avokado, banane, lëng të arrës së kokosit dhe produkte të fermentuara bulmeti. Yndyrat omega 3, peshqit e oqeanit dhe gjithashtu farat e linit janë të pasura me omega 3 të cilat ulin inflamacionin dhe dhimbjet. Proteinat. Zgjidhni gjithnjë mishin e pulës dhe xhelit të detit ose mishrat me pak yndyr, të cilat i japin organizmit tuaj të gjithë proteinat e duhura për shëndetin e muskujve dhe kockave. Mirë po, cilat janë ushqimet që ju duhet të shmangni? Sheqeri. Sheqeri shkakton inflamacion dhe rrit dhimbjen, ndërkohë alkooli nga ana tjetër mundet që të përkeqësojë inflamacionin. Kafeina dehidraton dhe gjithashtu rrit inflamacionin. Mos pini më shumë se 1 filxhan kafe në ditë ose të paktën hiqni dorë plotësisht prej saj. Yndyrat e ngopura. Këto yndyra po ashtu rrisin inflamacionin dhe dhimbjet. Kaloritë e tepërta. Dhimbjet e shpinës përshkallëzohen nga mbipesha. Ndërkohë, nëse doni të trajtoni dhimbjet e mesit, merrni vaj peshku, shafrani ndije, magnez. Ky mineral shpesh njihet si minerali i qetësisë, sepse qetëson muskuj dhe ul stresin. Vaji esencial i mendrës dhe vajra të tjerë me përmbajtje mentoli janë analgjezik dhe qetësojnë inflamacionin në kyçe dhe dhimbjen e mesit. Përzini këto vajra me vaj të arrës së kokosit dhe fërkoni zonën e dhimbjes. Mirë po, duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.
Faleminderit.